shembull, mora vesh dhënat e policisë Kosovës 2022 ne kemi pasur 539 incidente në shkollën e Borës shkolla, pa hyrë fare në shkollë. Trendi vazhdon të rritur. Trendi vazhdon të rritur. Ju kujtohet 2014 me 2 shkurt, 2014 një djalë shqiptar të therr me thik në arkitektsinë dhe humbi jetën. Po, një astrit syla, një djalë i ri, 18 vjeçar. Sepse ai dorasi që vani këtë punë man të thik në shkollë. Domethënë, po të bëhet një kontroll rutinor në shkolla të gjenë edhe armë të ftofta, po mund gjenë edhe revole. Ka gjetur policia, ka gjetur policia. Domethënë, nuk kemi kriju një farë sistemi mas pari me i mbrojt fëmijët. Edhe pse qysh në kohën e Enver Hoxhës si ministri në lidh memorandum mirëkuptimi me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me Ministrinë e Drejtësisë, që me pas një farë lloj mbikëqyrje në shkolla, mirë po kjo asnjëherë nuk është realizuar, për fat keq, dhe vazhdon mos të realizohet. Memorandumet e mirëkuptimit janë një lloj dokumenti dëshirë. Zotim. Një farë lloj zotimi, por që nuk ka mekanizëm andaj me përcjell apo realizohet apo jo. Nëse kemi realizuar këtë, dhe dhuna ka filluar me urrit në shkolla. Kemi rastet pedofilisë, që çdo vit ne kemi ka gjatë 7 raste pedofilisë po rritet. Por pedofilia kur simdhanësia ngacmon fëmijën e vogël. Nëse një fëmijë i vogël. Sa është përqindja e pedofilisë? Dikon 67 te 70 raste në 10 i kemi pedofili në nivel Kosovë. Këto po ashtu për policisë Kosovës. Na kemi pas një demonstrat kundër pedofilisë, po ajo ka shkuar te 4 ditë dhe mandej tash po heshtim. Nxënësi i cili në atë mënyrë trajtohet nga një pedofil, gati asnjëherë njësë mund me armë në gjendje të mëparshme. Është traumë të mërshme. Dhe ne heshtim.